Përshëndetje, unë jam Dori Daka, ky është Syri i Botës. Kapelja e kuqe e famshme e Donald Trump me inicialet MAGA, pjesë e lukut të tij gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2024, njëherëzi strategji dhe përcjellëse e mesazhit me të cilin ai erdhi në pushtet, ta bëjmë Amerikën madhështore sërish, thonë se është mall kinez, pra Made in China. E ndoshta një fakt i tillë tregon gjithçka për takimin e fundit në Peking, Trump-Xi Jinping. Për shembull, e famshmja F-35 amerikane nuk mund të ngrihet në ajër pa mineralet e rralla kineze. Apple, kompania më e vlerësuar në botë, 90% të produkteve të saj i prodhon në Kinë. BlackRock, Goldman Sachs, Citigroup, Visa, Mastercard e të tjerë i kanë rënjët ngulur thellë në tregun kinez. Nga ana tjetër, Kina ka nevojë për kapitalin investues amerikan, teknologjinë amerikane, konsumatorët amerikanë dhe aksesin në tregjet financiare amerikane për të ushqyer rritjen e saj ekonomike. Pra, asnjë rapal nuk ekziston patjetër, e megjithatë, Trump e ka cilësuar shpesh Kinën kundërshtaren numër 1 gjeopolitike dhe ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. A jemi ende në këtë konsiderata edhe sot, apo pas takimit të fundit me të dy liderëve të vendeve më të rëndësishme të botës, diçka ka ndryshuar? Do të diskutojmë këtë temë me Nikola Kevin, që kam kënaqësi ta prezantoj në fillim të Syrit të Botës. Përshëndetje Nikola. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Ju falenderoj që gjithmonë gjeni kohë për Syrin e Botës. I rikthehemi Donald Trumpit në intervistat tona pas shumë kohe, dhe sigurisht kjo ka një arsye shumë të fortë, është një vizitë e shumë pritur mes dy shteteve më të rëndësishme të planetit, që sa janë të lidhur njëri me tjetrin, aq janë edhe rivale. Kemi parë prej vitesh tashmë edhe nga deklaratat e forta të Donald Trumpit. Por para se të flasim për mënyrën se si u zhvilluan këto takime, objektivat, kush shoqëroi njërin apo tjetrin delegacion dhe çfarë u arrit në fund të ditës, dua të ndalem diku ku media pikërisht gjatë kësaj vizite është ndalur më së shumti në një aspekt paksa filozofik, simbolik të këtij takimi, duke filluar që nga mënyra se si është pritur Donald Trump, mënyra se si dy liderët kanë shtrënguar dorën me njëri tjetrin, vendet e shenjta që ata kanë takuar, apo që i zoti shtëpisë ka çuar mikun e tij, apo edhe përmendja e ngjarjeve historike me nënkuptim. Si ke parti të gjitha këto element, këto aspekte të cilat edhe media i nënvizoi me forcë? Ishte një takim i mbushur me simbolik. Edhe nëse nuk prodhoi gjë tjetër, prodhoi mjaftueshëm simbolik për të interpretuar, për të bërë artikuj, për të diskutuar etj me radhë. Dhe e kemi parë dhe në orët e pas summitit, pas u largua presidenti Trump. Është e pritshme në takime të nivelit të tillë, sepse janë dy superfuqi botërore, njëra aktuale që ka formsuar rendin botror pas luftës së dytë botërore, dhe tjetra e cila ka një synim për të formsuar rendin botror, ose për të qenë një farë mënyrë superfuqia e shekullit të 21, për të ndërtuar një shekull kinez, siç e kemi diskutuar herë të tjera së bashku, ashtu siç shekulli i kaluar në një farë mënyrë ishte një shekull amerikan, dhe që vazhdon të jetë deri diku. Ndaj kjo simbolika shpeshherë flet më shumë se sa fjalët që mund të thoshin të dy liderët e dy vendeve që janë rivale. Ndoshta kam përshtypjen që edhe vetë Kina, si le të themi perandori, mira vjeçare, ka një tjetër mënyrë komunikimi, apo qoftë edhe veprimi krahasuar me atë perëndimore, pjesës cilës apo leadershipit së cilës janë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam përshtypjen. Prandaj ndoshta bie më shumë në sy se sa midis dy liderëve perëndimor një qasje ndryshe. Patjetër. Nëse dy liderë perëndimor mund të jenë aleat, janë pjesë e një qytetrimi, në një farë mënyre etj me radhë, është ndryshe ky takim mes dy botëve shumë të ndryshme, dy civilizimeve të ndryshme, të cilat duket sikur janë të destinuara të përballen. Pastaj është dhe misticizmi i një vendi të largët me një histori mira vjeçare, siç është historia e Kinës, qytetrimi kinez etj me radhë, është deri diku dhe me dashje nga ana e mikpritësve atje. Pra janë shumë elemente, edhe që përfshin kulturën,
e kështu me radhë. Më bëri përshtypje për shembull tempulli i qiellit, kam përshtypjen që ishte edhe një simbolik mes marrëdhënieve të Kinës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një arsye të fortë. Kam përshtypjen që është qenë Kissinger, sekretari amerikan i shtetit në këtë vend. 15 herë. 15 herë, po. Është dhe simbolika sepse Kissinger është ai që në një farë mënyrë bëri të mundur afrimin e Kinës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në luftën e ftohtë për ta tërhequr nga Bashkimi Sovjetik. Dhe ndoshta është dhe kjo simbolika që Xi Jinping donte të jepte duke e çuar presidentin Trump aty, që ne nuk është të thënë të jemi rival, por mund të gjejmë një mënyrë për të bashkëtuar, pa që nevoja që të shkojmë drejt një konflikti. Sa është e mundur kjo pastaj ngjelet për të parë dhe ndoshta do kemi rast ta diskutojmë tek detajet e tjera ose ato që quhen key takeaways, pra çfarë ngeli pas nga ky takim. Shiko, mua më ka bërë përshtypje në fakt, edhe dua të jemi sinqert në këtë pikë, mënyra se si Donald Trump është sjell gjatë këtyre 2 viteve, 1 vit e gjys që ka në pushtet, me ata që dikur kanë qenë aleatët e tij më të afërt, strategjik, siç janë europiano-perëndimorët, dhe mënyra se si qoftë edhe Zelenski dhe mënyra se si sillet me le të themi Xi Jinpingun apo edhe me Putinin. Është disi më i tërhequr, më i matur, fjalët i lëshon më, domethënë, më të kuruara, më me kujdes kur flet. Si e vlerëson një sjellje të tillë? Kemi një lloj hipokrizie këtu apo kjo tregon pushtetin e personave interlokutor, pra e palës tjetër? Dhe në këtë këndvështrimi ka rënë fare, le të themi, vlerësimi apo forca apo pushteti liderëve europian, qoftë edhe Zelenskit? Jo, mendoj se është një taktik negocimi nga autori i librit Arti i Marrëveshjes, Art of the Deal, që është presidenti Trump. Dhe nga ana tjetër, ai shikon që presidenti Xi Jinping i Kinës mund të jetë diktator, shkelës i të drejtave të njerëzit e kështu me radhë, por përfaqëson një popull krenar, miravjeçar, me një farë historie të caktuar e tjerë me radhë, që përbën një kërcënim në forma të ndryshme sot për rendin botror të drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ai natyrisht përpiqet që të jetë shumë i kujdesshëm në qasjen e tij me Xi Jinpingun, mos t'i tregojë të gjitha kartat që ka, të gjitha taktikat negociuese e kështu me radhë. Ndaj mendoj që është pjesë e strategjisë së tij. Vija re për shembull ditët e summitit që media amerikane, sidomos ajo pro Trump, apo dhe shumë llogari në rrjetet sociale në X, për shembull të influencerave, të ndikuesve afër Trumpit, përpiqeshin të tregonin se si presidenti i tyre edhe pas shumë orësh udhëtim, pas një jave me një agjend shumë të ngarkuar, duke i freskët, thoshin ata, duke i palodhur e tjerë me radhë, dhe përfaqësonte Amerikën dinjësisht. Nga ana tjetër, pa diskutime dhe media kineze përpiqej që sërish duke u kthyer te simbolika ta paraqiste liderin e vet si njeri të fortë, pra si një pretendent për të qenë lider i botror në një farë mënyre. Ndaj të dyja palët përpiqen që të negociojnë njëra me tjetrën me të gjitha format e mundshme, qoftë me simbolik, qoftë me reagime, më pas me deklaratat dhe me mënyrën e të sjellurit njëri me tjetrin. Po kjo nuk do të thotë që presidenti Trump është i gatshëm të bëjë lëshime vetëm sepse tha një fjalë të mirë për Xi Jinpingun. Nga ana tjetër, me europianët ka një lloj tjetër marrëdhënie, sepse nga europianët presidenti Trump pret që ata të sillen si partner të njëjtit nivel, dhe të punojnë së bashku për disa parime të përbashkëta, ose për të avancuar disa synime që mund të kenë të përbashkëta për të mbajtur balancën e pushtetit gjeopolitik në perëndim. Unë mendoj, e kam bindje që ky është synimi i Trumpit, sidomos në këtë mandat të tij të dytë, që të pengoj avancimin e Kinës dhe të mbaj balancën këtu. Jo gjithmonë europianët i janë përgjigjur ndaj kësaj thirrje historike, do thoja unë, disa për problemet e veta, disa sepse nuk ndajnë të njëjtin vizion, disa shtete qeverisen nga e majta dhe deri diku nga e majta radikale, siç është rasti i Spanjës, dhe është ky tension me Europën sepse ekzistojnë pikërisht disa pika të cilat me sa duket i mbajnë larg palët në vizionin se si e shikojnë botën dhe se si e shikojnë
formën që do marri bota për gjatë shekullit të 21. Tani, me siguri, ajo çfarë është thënë gjatë momenteve të ndryshme të kësaj vizite, por dhe ajo çfarë është treguar përmes veprimeve apo simbolikave, siç e tham, ka të bëjë jo vetëm me mesazhin që palët i përcjellin njëra tjetrës, por dhe palëve të tjera në këtë teatr të madh global, pikërisht në këto momente tepër delikate, konfliktesh, Ukraina, lindja e mesme, Irani e kështu me radhë. Pra, kanë parë shumë palë të tjera se si është vepruar, çfarë është thënë, mënyra e shtrëngimit të duarve për të kuptuar më pas se çfarë ka ndodhur mes të dyve apo çfarë mund të ndodhë në të ardhmen që sigurisht ka pasoja të mëdha gjeopolitike. Tani vim tek takimi konkret. Çfarë e bëri të mundur këtë takim në këtë moment dhe cilat ishin argumentat e objektivat me cilat dy palët erdhën, u takuan apo vendosën në tryezat e bisedimit? Një takim i tillë kërkoi që diskutohet. Është negociuar mes niveleve disi më të ulta derisa arritën tek takimi Trump-Xi Jinping. Elementi i parë është, si me të drejtë bëni pyetjen ju, çfarë synimesh kishin secila palë, sepse nuk i kishin synime të përbashkëta. Tjetër qëllime kishte për vizitën e tij Trump dhe tjetër qëllime kishte Xi Jinping. Presidenti kinez kishte dhe tha madje që synim të vetin ka një e quajti ai stabilitet strategjik. Pra që Shtetet e Bashkuara mos të ndërhyjnë në zonën e influencës së Kinës dhe Kina gjithashtu mos të ndërhyjë në zonën e influencës amerikane dhe të gjejnë një mënyrë të dyja palët për të bashkëtuar. Kjo është kam përshtypjen Nikola, një kërkesë që ndryshon shumë mënyrën e të qenurit në këtë relacion deri në këtë moment, sepse Amerika gjithmonë ka qenë tepër i qartë në lidhje me Tajvanin. Pra kemi një ndryshim në duke të madh. Dhe sërish vazhdon të jetë, pavarësisht kërkesës së presidentit kinez, Trump nuk u përgjigj për këtë gjë dhe as kur presidenti kinez tha diçka që mua më duk me shumë interes, tha nuk duhet të bijem në kurthin e Thucyditit, duke ju referuar në kohën e Athinës së lashtë dhe të Spartës, kur Sparta shikonte Athinën si një fuqi në rritje dhe kjo gjë çoi drejt luftrave. Pra kurthi i Thucyditit është ky gjë. Kur një fuqi ekzistuese shikon që ka një kërcënim, ka një fuqi të re në rritje, e cila do t'i zërë vendin, kjo fuqia e vjetër ekzistuese sulmon në mënyrë që ta krijon konfliktin. Shkojmë drejt një konflikti të armatosur, drejt një përplasje. Kjo ka ndodhur për gjatë gjithë historisë së njerëzimit, kjo ka ndodhur në luftën e parë botërore për shembull, ku fuqia e vjetër ishte Britania e Madhe, sipas shumë studiosëve, Gjermania ishte fuqia në rritje dhe kjo çoi në një A mendon Nikola se kjo mund të jetë deri diku e vërtet në këtë moment mes të dyve? Këtë do thoja që unë nuk mendoj se jemi në këtë situatë, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se dhe është dhe logjike që nuk do ta lejojnë Kinën që të formsojë shekullin e 21, për sa kohë Shtetet e Bashkuara janë ende superfuqia e botës, nuk shikojmë që të ketë një agresion amerikan ndaj Kinës. Është Kina që është agresori në rastin e Tajvanit, për shembull, me pretendimet që ka për Tajvanin ose në detin e Kinës Jugore. Pra, nuk është se janë Shtetet e Bashkuara që kanë shkuar dhe po i marrin territor Kinës apo po e sulmojnë në një mënyrë ose një tjetrën. Përkundrazi, kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e kanë futur Kinën në sistemin global në organizatën botërore të tregtisë, për shembull, kanë Shtetet e Bashkuara dhe Europa kanë në një farë mënyrë kanë larguar industrinë nga vendet perëndimore dhe kanë çuar drejt Kinës. Pra, është gjithë perëndimi në përgjithësi që e ka ndihmuar Kinën të forcohet dhe të jetë kjo që është sot. Sikurse kemi edhe përplasjen në kuadrin e COVID-19-s të Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe në kuadrin të Organizatës Botërore të Shëndetësisë me Kinën, kam përshtypjen për ato akuzat e ndërsjellta që patën. Po, patjetër, unë e kisha këtu. Kina është ndihmuar nga gjithë perëndimi që të arrijë këtu ku është. Kina ka ambicet e veta. Tani perëndimi e kupton që ka bërë gabim në gjithë këto dekada, duke menduar që Kina sa më shumë të integrohej me perëndimin, aq më zbutur do ishte dhe do luante sipas rregullave të caktuara nga perëndimi. Dhe kjo ishte një mënyrë naive e të menduarit që Kina do ftohej dhe do luante sipas rregullave të caktuara nga të tjerë.
të gjithë forcat, të gjithë fuqitë, shtetet që kanë ambicie, natyrisht që në një farë pike nuk do pranojnë më të luajnë me rregullat e vendosura nga të tjerët, por do përpiqen të imponojnë rregullat e veta. Dhe ndaj unë e them shpesh që nuk është se rendi botror ka rënë se erdhi Trumpi. Trumpi vuri në dukje faktin që rendi botror kishte rënë sepse ndërkohë që Perëndimi luante sipas rregullave me njëri tjetrin, pra shtetet që bëjnë pjesë në atë që quhet perëndimi kolektiv ose politik, Kina, Rusia, Irani, shtetet të tjera nuk luanin sipas rregullave. Dhe ata që humbisnin ishin shtetet perëndimore. Dhe presidenti Trump këtë e ka kuptuar prej kohësh dhe ka bërë thirrje që duhet të zgjohemi si perëndim që të shikojmë se këtu ka diçka që nuk shkon. Të tjerë aktorë po përfitojnë nga rregullat tona, ndërkohë që ne rrim dhe merremi me njëri tjetrin. Ndaj jemi në këtë pikë sot që teksa Kina është bërë gjithmonë më shumë në një farë mënyrë kërcënim për perëndimin. Perëndimi po zgjohet dhe po thotë, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që jo, ne nuk do ta lejojmë që ne të kalojmë një vend i dorës së dytë ose si qytetërim kolektiv të shikojmë që balanca të zhvendoset nga ne dhe të shkojë drejt lindjes. Tani Kina bëri këtë ofertën që ka bërë dhe tjera për të qenë sinqert për stabilitetin strategjik, dhe një nga elementet kyçe këtu është Tajvani, që është elefanti në dhomë. Presidenti Trump nuk u përgjigj kur u përmend Tajvani aty dhe as kur u përmend kurthi i Thuqiditit, por sekretari Rubio e sqaroi që pozicioni amerikan për Tajvanin nuk ka ndryshuar dhe nuk ka për të ndryshuar. Pra, për sa kohë që nuk zgjidhet kjo çështja e Tajvanit, gjithë elementet e tjera janë dytësore, qoftë vjedhja pronësisë intelektuale nga Kina, nga Partia Komuniste Kineze, qoftë problematikat të tjera që mund të jenë, janë më dytësore se çështja e Tajvanit. Dhe sërish këtu nuk pati ndonjë ndryshim nga ky summit. Po, megjithatë Tajvani mbetet vije kuqe edhe për Kinën, domethënë në mënyrë të vazhdueshme ata ngulmojnë që të mos jetë Tajvani më një i mbrojtur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç ka qenë deri tani një çështje që u takon dhe amerikanëve, por të takojë vetëm atyre, kam përshtypjen. Po, pavarësisht se Shtetet e Bashkuara kanë marrëdhënie me Tajvanin, po politika ka qenë në Amerikë ajo e One China Policy, nuk është se ka ndryshuar për ta njohur zyrtarisht Tajvanin e tjerë, pavarësisht se kanë marrëdhënie dhe shumë të mira, madje dhe tregtare, marrëveshje tregtare e tjerë. Po Kina është treguar gjithë këto vite e kujdesshme për të vëzhguar, për të parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet e tjera europiane apo vendet e tjera perëndimore, për të parë se cilat do ishin kostot e një sulmi ushtarak në Tajvan të Kinës, cili do ishte reagimi i perëndimit. Ndaj unë e kam thënë shpesh edhe në bisedat bashkë që dhe në rastin e Ukrainës, Kina ka qenë shumë e kujdesshme për të observuar dhe për të parë reagimin e perëndimit, kostot që ka Rusia në këtë agresion që bëri në Ukrainë dhe kostot që ka perëndimi për të mbrojtur ose për të ndihmuar Ukrainën, sepse bën llogaritë veta Kina në rast se do sulmonte Tajvanin dhe cili do ishte reagimi. Dhe ja ka bërë Xi Jinping këtë pyetje sipas burimeve amerikane, sipas presidentit Trump, ja ka bërë këtë pyetje Trumpit, nëse Amerika do ishte e gatshme që të ndryhente ushtarakisht në rast të një sulmi të mundshëm kinez drejt Tajvanit, dhe presidenti Trump e ka lënë evazive, nuk i ka kthyer gjatë takimit një përgjigje të qartë nëse Amerika do shkojë ushtarakisht për të ndihmuar Tajvanin. Po ky ngelet elefanti në dhomë, ngelet tema më e nxehtë mes dy palëve për cilën nuk ka dakord. Gjithashtu nuk ishte ndonjë marrëveshje të rëndësishme, gjithëpërfshirëse ose edhe specifike tregtare mes të dy palëve. Megjithatë duhet thënë që ishte një delegacion mjaft i pasur me njerëz të fuqishëm, me ata vendimarrësit më të mëdhenj të bankave, të korporatave amerikane, qoftë edhe të kompanive të teknologjisë. Më në fund edhe Elon Musk u buzëqeshte pranë Trumpit edhe kishte mundësi që të bënte edhe selfie, siç e pam, domethënë lajmi i mirë ky, por gjithsesi pra ishte një aradh njerëzish të fuqishëm të botës financës, teknologjisë që e shoqëruan Trumpin. Më kot është bërë një shoqërim i tillë apo ka pasur një arsye tjetër? Ishte një delegacion që tregonte i përzgjedhur në mënyrë të kujdesshme, mendoj unë, për të treguar madhështinë amerikane, të tregut të lirë, të inovacionit, të industrializimit, të gjithë arritjeve amerikane.
po të shikojmë dhe personat që ishin njerëz të fushave të teknologjisë, të financës, etj. Pra, çështjet që janë të nxehta sot dhe që do formsojnë shekullin në cilin e jemi, sidomos inteligjenca artificiale dhe çështjet teknologjike. Ndaj ishte përzgjedhur ky po. Edhe për nuk do thosha për t'i imponuar Kinës, por edhe për t'i ofruar për t'i treguar që ja ku janë investitorët të gatshëm për të investuar në Kinë, në qoftë se Kina pranon që të hapi tregun ndaj këtyre investitorëve. Tani këtu ka një çështje, edhe ky ishte një nga qëllimet kryesore. Këtu ka një çështje shumë të rëndësishme sepse e cila sërish pavarësisht gjithë kësaj shfaqje madhështie apo të gjithë potencialit amerikan dhe gatishmërisë të thelbi në fakti. Thelbi këtu është që çdo kompani perëndimore, Xi Jinping tha që ne jemi të gatshëm që të pranojmë investitorët perëndimor dhe gjithë kjo retorika, pra në nivel retorike jemi shumë mirë. Amerika e gatshme të investojë në Kinë, Kina e gatshme të mirëpresë investitorët, po djalli fshihet në detaje përgjithsisht dhe detaji këtu thelbësor është ky që të investojë një kompani perëndimore në Kinë, do duhet që të krijojë një kompani të tretë, një joint venture, pra një sipërmarrje të përbashkët me një kompani kineze. Gjitha kompanitë kineze janë të lidhura me Partinë Komuniste Kineze. Po janë pushtete centralizuar. Patjetër, dhe në mënyrë që ky joint venture të funksionojë, kompania perëndimore që shkon në Kinë do duhet të tregojë të gjithë sekretet e veta që ka, pronësinë intelektuale, sekretet të tjera tregtare, pra do duhet që të hapet totalisht, të bëjë transparencë plot. T'ia dorëzoj kompanisë kineze dhe përjedhoi Partisë Komuniste Kineze. Ndërkohë, kompania kineze që krijon këtë joint venture me kompaninë perëndimore nuk është e detyruar që të tregojë asgjë kompanisë perëndimore që vjen dhe investon aty. Kjo nuk është zgjidhur, as nuk është adresuar. Sërish jemi në nivele retorike për sa i përket vjedhjes së pronësisë intelektuale. Dhe një pjesë e mirë e prodhimit të brendshëm bruto kinez vjen nga vjedhja, sipas ekspertëve perëndimor të kësaj fushe, vjen nga vjedhja e pronësisë intelektuale që bëhet nga kompanitë perëndimore. Qoftë në këtë mënyrë ose qoftë dhe në mënyra të tjera. Tani dhe situata në Kinë nuk është fort e mirë dhe normalisht i shërben gjithë kjo shfaqje e madhe që u bë aty, i shërben edhe presidentit kinez dhe Partisë Komuniste Kineze, sepse ne mendojmë Kinën vërtet si një gjigant të madh dhe nga ana ushtarake është padyshim, nga ana e teknologjisë, e inteligjencës artificiale, madje ka disa segmente të kësaj fushe ku Kina mund të jetë disi më përpara, ka shumë fusha të tjera ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë më përpara, për sa i përket progresit që kanë bërë, por Kina ka dhe probleme të thella strukturore në ekonominë e vet. Ka një borxh që sipas ekspertëve perëndimor, sepse nuk është se ka transparencë nga autoritetet kineze, po sipas ekspertëve perëndimor, borxhi publik kinez shkon diku te 300% e prodhimit të brendshëm bruto në Kinë. Gjithë ky borxh ka shërbyer për të ndërtuar qytete fantazëm, për të mbajtur ekonominë në këmbë, për të mbajtur forcën punëtore dhe gjithë kjo është mbështetur në eksporte. Kina i ka pasur për shumë kohë eksportet në rritje dhe si përqindje e prodhimit të brendshëm bruto, por vitet e fundit eksportet kanë pësuar nga dalsim. Madje që në mandatin e parë të presidentit Trump. Dhe ndoshta do vazhdoj të ketë një ulje të eksporteve, për sa kohë perëndimi ka këtë politikën jo për të bërë këtë decoupling të plot, këtë ndarjen të plot, por deri në një farë mase, sepse si ju përmendët rastin e COVID-19-s, ku perëndimi e pa që ishte për shumë gjëra bazike, po shumë të rëndësishme, ishte i varur nga Kina. Nuk mund të jesh për çështjet për sektorin farmaceutik i varur nga Kina, ose për infrastrukturë, ose për sektor jetik të ekonomisë së një vendi. Nuk mund të jesh i varur nga një vend që të jetë quan konkurrent ose kundërshtar. Dhe ka një vendosmëri për të ndarë në disa sektor strategjik nga Kina. Natyrisht që kjo do çojë në një goditje, masa më pas është për të parë të ekonomisë kineze. Po është një ekonomi që në thelb është goxha e brisht. Po mendoj, çdo strukturë që është masive ka dhe pikat e dobta të saj, nuk mund të jetë solide 100%.
janë pika nevralgjike të ekonomisë kineze që janë që mund të dëmtojnë fare lehtë. Kina e ka kërcënuar Shtetet e Bashkuara me shitjen e borxhit që zotron të Amerikës, borxhit amerikan. Po unë nuk mendoj se do ishte një dëmtim aq i madh i ekonomisë amerikane nga kjo pikë që Kina e përdor si një farë arme negocimi, sepse borxhi do blihej nga aktorë të tjerë që në tregun e brendshëm amerikan. Nuk është Kina mbajtësi më i madh i borxhit amerikan. Janë qytetarët amerikanë, janë institucionet amerikane, është Federal Reserve, për shembull, është Japonia, janë vende të tjera aleate, kështu që nuk është se është Kina vendi më i madh që ka borxhin më të madh amerikan dhe mund ta kërcënojë duke e shitur në mënyrë që t'i bjerë vlera. Okej, janë më tepër për konsum politik dhe publik. Janë më tepër. Oferta është bërë nga Kina që na lini rehat në zonën tonë të influencës, përfshi dhe Tajvanin, gjë që Amerika nuk është e gatshme që t'ja lëshojë. Dhe ndaj them që përveç simbolikës së dy vendeve, dhe gjë së mirë që u takuan, po themi, liderët e dy superfuqive kryesore që janë sot, Shtetet e Bashkuara dhe pretendenti ose numri 2 që është Kina, duhet parë se çfarë do prodhoj diçka konkrete. Nuk mund të jetë angazhimi për të blerë 400 avion Boeing të Kinës suksesi më i madh i një takimi të tillë të nivelit të lartë. Apo siç thot Amerika që Kina u angazhua për të blerë produkte bujqësore amerikane. Duhet parë se këto janë informacionet që kemi tani. Nuk dim nëse ka diçka që është diskutuar nga të dy për qoftë tema madhore, ndarja e zonave të influencës apo diçka më pak madhore se kjo. Tani ndalemi pak pikërisht tek gjeopolitika, tek momenti gjeopolitik, e zgjerojmë pak fokusin. Gjatë vizitës, siç e thatë edhe ju, Nikola, të Trumpit në Kinë, ai vizitoi Tempullin e Qiellit, i vizituar shpesh nga Henry Kissinger, i cili është një nga iniciatorët e zellshëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës për krijimin e marrëdhënieve pas një mungese të gjatë marrëdhëniesh mes Kinës dhe Shtetet Bashkuara. Shkoi në 71-shin në mënyrë paksa sekrete dhe më pas kjo vizitë i parapriu dhe vizitës së Nixonit më pas ku vendosën edhe marrëdhëniet midis të dy vendeve. Momentet aktuale gjeopolitike janë të tilla që ndoshta establishmenti i Shtetit Bashkuar dhe administrata e Trumpit po e risjell edhe një herë këtë politikën e Kissingerit edhe po i dëgjon ato porositë e tij pra për të rilidhur me Kinën. Por çfarë do të thotë kjo për qendra të tjera pushteti? Këto shtrëngime duarsh, këto premtime, duke filluar nga Rusia, e cila ka me Kinën një marrëdhënie të pakufishme, siç e konsiderojnë ata, pra nuk kemi kufi në marrëdhënien tonë, nuk kemi as kufizime, po jemi të pakufishëm. Por që ndërkohë me afrimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës krijohen disa kufinj, sepse ka interesa të ndryshme, kur ke interes me një palë sigurisht e redukton me palën tjetër, kemi Iranin, kemi europianët e kështu me radhë. Më jep një këndvështrimin tënd se cilat janë ato valë goditse që do prekin këto qendra pushteti dhe si mund të reagojnë apo si është përkthyer kjo vizitë në këto qendra pushteti. Ju përmendët Kissingerin, i cili ishte një realist, i përkiste shkollës në marrëdhënie ndërkombëtare janë disa rryma, shkolla ose rryma realiste, është rryma ndërkombëtare ose liberale, janë rryma të tjera mix më pas, ka dhe rryma që marrin elemente nga të dyja. Në realizëm shtetet veprojnë sipas interesave. Realizmi i lë mënjan në vlerat, demokracinë, ato që liberalizmi i përqafon dhe fokusohet tek interesat. Ndërkohë, nga ana tjetër, liberalët ose rryma internacionaliste beson që marrëdhëniet rregullohen nëpërmjet institucioneve ndërkombëtare, si Kombet e Bashkuara, Bashkimi Evropian në një farë mënyrë, që është një entitet supranacional, të cilët rregullojnë marrëdhëniet me shteteve të ndryshme, parandalojnë konfliktet e kështu me radhë. Unë mendoj që e vërteta është diku në mes dhe ekziston një rrymë të cilën mendoj që në një pjesë të madhe e ka përqafuar administrata Trump dhe ne duhet të kuptojmë në këtë rrymë për të kuptuar ose elementet e kësaj filozofie, e kësaj doktrine për të kuptuar veprimet e presidentit Trump dhe të vendeve të tjera. Unë
jam një nga ata që besoj në këtë rrymë që është realizmi parimor, pra një ndërthurje e realizmit por pa braktisur vlerat, dhe presidenti Trump, sekretari Rubio gjithashtu, e kanë shprehur që synimi tyre është që balanca e pushtetit geopolitik qëndrojë në perëndim dhe janë të gatshëm të bashkëpunojnë me vende të cilat kanë karakteristika të përbashkëta ose ndajnë qëndrime, vlera, parime të përbashkëta. Kjo sepse është në interesin amerikan. Shtetet e Bashkuara duan të jenë lokomotiva që drejton punët e botës dhe në shekullin e 21. Këtë nuk mund ta bëjnë natyrisht të vetëm, por interesi i tyre është primar gjithsesi. Dhe u nevojitet një ekosistem shtetesh të cilat të përputhen në një pjesë të madhe të gjërave me sistemin që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me vlerat, me mënyrën e jetesës të funksionimit të gjërave. Për këtë arsye, presidenti Trump është munduar që ta zgjojë Europën dhe ta bëjë që të ndryshojë drejtim. Europa është pak e ngadalësuar përgjithsisht për sa i përket veprimit, për sa i përket ndryshimeve, është pak e ngurtë, është një strukturë e ngurtë. Ka dhe disa trauma, do t'i quaja unë, të kaluarës. Dhe ndaj nuk vepron me aq shpejtësi sa çdo donin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo krijon edhe këtë përplasjen mes të dyjave, jo më shumë për destinacionin se sa për rrugën se si shkohet në atë destinacion, por ka një zgjim për sa i përket Kinës, Rusisë apo vendeve të tjera të cilat duan të krijojnë atë polin e tyre ose zonat e tyre të influencës dhe të shkojmë drejt kësaj bote shumë polare. Tani, në këtë pikë, Rusia ka qenë e pozicionuar me Kinën, me Iranin, me vendet e tjera të BRICS-it për të kundërshtuar këtë hegemoninë amerikane, këtë Pax Americana, këtë rendin botror të drejtuar nga Amerika. Shtetet e Bashkuara nën Trumpin, se për atë po diskutojmë, janë munduar që të bëjnë të kundërtën e asaj që bëri Kissingeri. Në qoftë se atëherë ishte Bashkimi Sovjetik kërcënimi kryesor dhe Kina ishte një partner i dytë, tani jemi në Kinën që është një superfuqi pa diskutim, ushtarake, teknologjike, po edhe ekonomike, pavarësisht problemeve që kanë, dhe Rusia është më tepër pavarësisht potencialit rrezikut që ka nga ana e bombave nukleare, bërthamore, ekonominë vetë ka sa ekonomia e Spanjës apo e Italisë, diçka e tillë. E Spanjës, në mos gaboj. Pra, nuk është se është kjo fuqi ekonomike apo dhe teknologjike. Dhe Shtetet e Bashkuara janë përpjekur që Rusin t'ia heqin Kinës dhe të krijojnë një përçarje mes tyre. Ishte ky një hap drejt këtij synimi? Tani, takimi Putin-Trump i vitit të kaluar ishte një hap para në këtë drejtim, për t'ia tërhequr Rusin Kinës. Tani ishte takimi i dy të mëdhenjve, nuk ishte aq vajtja e Nixonit në Kinë se sa e takimit të nuk e di, Reagan Gorbachev, po nuk jemi në atë pikë ende të konfliktit. Por ishte takimi i dy të mëdhenjve. Dhe oferta është bërë, unë ndaj e përmenda, oferta është bërë nga Kina, po është bërë edhe nga shtetet të tjera që secila do atë zonën e vet të influencës dhe nuk do që Shtetet e Bashkuara apo Perëndimin përgjithësi të ndërhyjë në zonat e tyre. Kam përshtypjen që dhe kjo nuk është se i pëlqen fort Amerikës, sepse do të përfitojë nga disa aspekte të globalizimit që i kanë shërbyer Amerikës, qoftë në tregti apo në aspekte të tjera. Ndaj ngelet për të parë nëse do shkojmë në një botë shumë polare me sferat e ndryshme të influencës, apo do shkojmë në një botë që është me disa zona influence, po ku kryesorja ngelet ajo e drejtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky do ishte skenari që do preferonte më shumë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë Kina kam përshtypjen do preferonte skenarin e një bote shumë polare, ku ajo gradualisht fiton terren për të kapur pozicionin e superfuqisë, sepse mendon që kështu mund të dominojë më lehtësisht. Një nga elementet gjithashtu që unë nuk e përmenda ishte dhe Irani, që u diskutua në takim, është bllokimi i ngushticës së Hormuzit, ku gjithmonë sipas palës amerikane, sepse pala kineze është disi më hermetike, sipas palës amerikane,
Kina gjithashtu ka rënë dakord që ngushtica e Hormuzit do duhet zhbllokuar dhe ka rënë dakord për pikën e dytë shumë të rëndësishme që Irani nuk mund të ketë kur një armë bërthamore. Dhe shpresa e Trumpit përveç përmirësimit marrëdhënieve qoftë edhe një imazh mes dy palëve, ishte edhe çështja e Iranit, që është një çështje emergjente, sidomos kur kemi parasysh që afrojnë në zgjedhjet e mesmandatit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kam përshtypjen që presidenti Trump në këtë kuadër me siguri që ta mbylli përpara verës. Tani pyetja kryesore këtu është nëse Kina ndërhyn në Iran për të mundësuar një marrëveshje, për të zhbllokuar Hormuzin apo për dal garant që Irani nuk do heqë dorë nga ambicjet nukleare të vetat. Pyetja është çfarë ka kërkuar në këmbim pastaj, sepse është ngritur dhe ky shqetësimi i Tajvanit, por është lehtësues fakti që Amerika këmbgul që pozicioni për Tajvanin nuk ndryshon. Megjithatë kam përshtypjen Nikola, siç ndodh në takime të tilla të nivelit lart ku gjithë vëmendja e botës përqendrohet dhe gazetarët dhe analistët përpiqen të kuptojnë se çfarë është bërë, çfarë është thënë, shumë pak thuhen menjëherë pas takimit dhe gjërat realisht që kanë ndodhur apo për cilat është dakorsuar gjatë këtyre takimeve merren vesh kohë më vonë. Pra, ndoshta edhe në këtë rast do të shohim më vonë se për çfarë është dakorsuar, për çfarë është rënë dakord, cilat janë vijat e reja të kuqe, pra në kohët në vijim. Dhe unë sigurisht shpresoj që edhe në të ardhmen të kem për të komentuar jo vetëm pasojat e këtij takimi, por sigurisht edhe aspektet e tjera të gjeopolitikës, po diçka të fundit për shtuar? Patjetër, unë doja të shtoja këtë, është lajm shumë i mirë që nga një Amerikë e dorëzuar në fatin e vet, që ky ishte fundi i, po e them thënjza perandorisë amerikane ose Pax Americana, kemi një Amerikë që nuk është e gatshme që ta lërë vendin e parë, sepse sërish këtu e theksoj që është në interesin ton që balanca e pushtetit gjeopolitik të rendit botror qëndrojë në perëndim, për faktin edhe tonin në rajonin e Ballkanit, për shkak se nëse forcohen aksi Kinës, Rusisë e tjerë me radhë forcohen dhe proksit e tyre në Ballkan, të cilët nuk kanë qenë historikisht në favorin ton, por edhe për vetë sistemin që qeverisës ose të zhvillimit që kanë të dy kampet, po e them në mënyrë të thjeshtuar, është në interesin tonë që ne të kemi modelin që çon drejt zhvillimit, drejt forcimit të individit, të lirive individuale kështu me radhë. Ndaj unë ngelem besim plot që kjo rrymë ose kjo doktrinë që ka zgjedhur presidenti Trump është ajo e duhura, që largohet qoftë naiviteti i liberalizmit, qoftë nga cinicizmi i realizmit dhe zgjedh diçka të ndërmjetve që është ajo e realizmit parimor, ku shtetet veprojnë sipas interesave, po bashkëpunojnë me ato vende për të avancuar interesat e tyre, me ato vende që ndajnë disa një qytetërim të përbashkët, disa vlera të përbashkëta. Nikola, unë ju falenderoj shumë për kohën dhe çdo shpjegim ishte si gjithmonë shumë kënaqësi. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit ju. Ndërsa presidenti i Shtetet Bashkuar të Amerikës, Donald Trump, ka kaluar, siç e pamte në pjesën e parë të emisionit, një pjesë të mirë të javës që shkojnë në Kinë, ngjarje të rëndësishme kanë ndodhur në Shtetet e Bashkuara. Do të përpiqemi me kolegun e nderuar zotin Beqir Sina nga New York të informojmë shkurtimisht